Rikthehemi përsëri në studio pas protestës shumë të suksesshme në kryeqytetin shqiptar në Tiranë. Organizatat e Dala nga Lufta, organizatat e UÇK-s do të organizojnë pikërisht ditën e diel në Hag, pikërisht aty ku gjykata speciale po gjykon ish-krerët e UÇK-s, do të organizojë një tjetër protestë pikërisht në mbështetje pra të krerëve, të ish-krerëve, pra të liderëve të UÇK-s. Për të folur më shumë dhe për të dhënë më shumë detaje, do të jemi së bashku në studio me ish-deputetin e Partisë Demokratike, një nga organizatorët e këtyre protestave, pikërisht Azgan Haklaj. Zoti Haklaj, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Do doja ta filloja pikërisht nga ajo që do të organizoni pra në Hag. Është një protest shumë e rëndësishme, pasi jo vetëm që ka filluar të bëhet publike dhe të njihet pra nga shumë, por ka filluar për më tepër që të jetë e shpesht në ndihmë, në përkraje pikërisht të liderëve të UÇK-s. Një korrigjim i vogël, nuk është protesta në Hag, është në Strasburg. Në Strasburg. Në Hag është kryer protesta pas Kosovës, pa në sheshin qendror të Prishtinës, në sheshin Skënderbej, pas protestës në Hag, protestës madhështore siç e cilësuat ju në Tiranë, tani është një protestë në Strasburg, përpara parlamentit të Strasburgut, me motën këtu filloi padrejtësia. Është një protestë pra e katërta në radhë, do të jetë edhe një protestë tjetër në Shkup. Edhe dicitura shumë interesante, këtu filloi padrejtësia përse? Sepse aty pikërisht në Parlamentin Evropian, në Strasburg, dikmartin me akuzat e ngritura ndaj UÇK-s. Dhe kjo është e qelluar që këtu filloi padrejtësia. Kemi patur thash protestat në Prishtinë, në Hag, në sheshin Skënderbej në Tiranë, dhe unë dëshiroj të shfrytëzoj faktin që jam në studion tuaj të përshëndes gjithë qytetarët e Tiranës dhe të Shqipërisë që përgjigjen ftesës tonë për të qenë në sheshin Skënderbej. Gjithë komunat e Kosovës që morën përsipër transportin e ish luftëtarëve të UÇK-s dhe pjesëmarrjen masive nga të gjitha trojet etnike të kombit shqiptar dhe nga diaspora. Si do të organizohet protesta në Strasburg? Kjo protestë do të dija në mënyrën e organizimit. Po është marrë leja në sheshin qendror përpara parlamentit dhe kryesisht organizatorët, pra ne organizatorët jemi të bazuar tek Mërgata, sepse ata lëvizin me lehtësi për të ardhur për të qenë në Strasburg dhe për t'i dhënë mbështetjen UÇK-s. Janë shumë shoqata të UÇK-s? Po janë organizatat e Dala nga Lufta dhe pastaj qytetarët që kanë përgjigje. Dala nga Lufta nga Kosova, Maqedonia. Po gjitha organizatat e luftës. Deri në Bujanoc e Medveq. Po gjitha organizatat e luftës, por organizatorët kryesorë janë organizatat e Dala nga Lufta në Kosovë. Por të gjitha organizatat tjera të veteranëve të luftës, të gjitha ushtrive të ushtrisë shërbimtare kombëtare të Maqedonisë së Veriut, të ushtrisë shërbimtare kombëtare për Preshevë, Medveq, Bujanoc, gjithë pra janë kryetarët e komunave të Kosovës që kanë bërë thirrje qytetarëve që qenë në mbështetje në këtë protestë të radhës dhe besoj që do të jetë një pjesëmarrje masive. Unë përshëndes të gjithë ata që po merren me organizimin dhe kanë marrë përsipër transportin, se është vështirë për të. Absolutisht. Dhe në mënyrë të veçantë do të veçoja Gjem të Hasit nga Londra, të cilët kanë vënë 3-4 autobusa në dispozicion për të transportuar në drejtim të Strasburgut. Dhe kështu me radhë, për shembull, do të kemi nga gjitha shtetet e Evropës do të kemi pjesëmarrje në protestën e Strasburgut. Sigurisht që tashmë është rritur dhe optimizmi për shkak të dëshmive pas James Rubinit. Do të flasim edhe për pikërisht ato dëshmitë. Po kanë pikërisht politikanët e dy vendeve kanë deklaruar se do të vinë, do ta mbështesin protestën e radhës. Do të ketë pra deputet apo politikanë. Ka bërë deklaratë kryetari AKS nga themeluesi të UÇK-s, simboli Ramush Haradinaj, do të jetë në Strasburg. Simboli i lirisë Dardane ka mbështetur protestën, po kjo protestë nuk është politike, kjo protestë është gjithë qytetare, kështu që edhe në Tiranë ju e pa që ishin figurat e u bë pak pis në Tiranë protesta, u deklarua sikur interesonte mazhorancës. Si mendoni? I keni dëgjuar to zëra? Ai ishte një betejë kot midis mazhorancës dhe opozitës, ai një pjesë. Edhe ju e keni dëgjuar pra? Kemi dëgjuar, por nuk na ka prish asnjë punë. Ai ishte një përzgjedhje elementëve e figurave që do të përshëndesnin dhe ishte një pjesëmarrje masive, ju keni transmetuar edhe nëpërmjet televizorit tuaj, ka qenë pjesëmarrje nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Malezi, diaspora